Mungesa e unazës së martesës në dorën e Ledion Liços gjatë spektaklit fundit të Big Brother VIP Albania 5 nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku. Moderatori të njohur ju vure qartë dora pa unaz, duke ndezur me njëra ludime dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale. Komentet kanë qenë të shumta dhe të ndara. Disa ndjekës kanë ngritur dyshime për një krizë të mundshme në marrëdhënien e tij me Sara Hoxhën, ndërsa të tjerë janë shprehur se bëhet fjalë thjesht për një detaj pa domethënie, duke kujtuar se shumë persona zgjedhin të mos e mbajnë unazën gjatë angazhimeve profesionale. Kur mungon unaza, zakonisht mungon edhe diçka tjetër, shkruan një komentues, ndërsa një tjetër ironizon: publiku shqiptar është më i vëmendshëm se FBI-ja. Deri më tani, as Ledion Liço dhe as Sara Hoxha nuk kanë reaguar publikisht, ka shtuar edhe më shumë kurreshtjen e ndjekësve. Gjithsesi, duhet theksuar se nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për ndarje dhe gjithçka mbetet në nivel spekulimi. Në pritje të një reagimi nga çifti, rrjetet vazhdojnë të zihen, duke kthyer edhe një detaj të vogël në një nga temat më të komentuara të momentit.